Pas një periudhe të gjatë arratije ku qëndroi në shpërngulje për pothuajse një dekat, Majlinda Avduli, e njohur ndryshe si Diana Tafani, u arrestua nga forcat e posaçme të policisë. Ajo ishte shpallur e dënuar në vitin 2016 nga gjykata e Kaljarit në Itali për trafik droge si pjesë e një grupi kriminal. Dënimi i saj është 9 vite e gjysmëburg dhe operacioni për kapjen e saj është finalizuar me sukses pas një bashkëpunimi të ngushtë ndërkombëtar mes autoriteteve shqiptare dhe atyre italiane. Sipas informacioneve, rrugtimi i Avdulit në botën e drogës filloi në vitet e hershme pas një lidhje me kreun e një grupi kriminal në Shqipëri. Ky grup ka operuar kryesisht në Elbasan, ku Avduli dyshohet të ketë qenë aktive në aktivitete të palishme. Aktualisht, ajo është nën hetim nga autoritetet shqiptare për aktivitetet e mundshme kriminale që mund të ketë zhvilluar në territorin shqiptar. Për momentin, autoritetet shqiptare janë duke u përgatitur për ta ekstraduar në Itali, ndërsa hetimet për të vazhdojnë lidhur me veprimtarinë e saj të mundshme në Shqipëri.